Reperi i njohur Muzik po përjeton një nga periudhat më të bukura të jetës së tij në planin personal, prej më shumë se një viti. Ai ka bërë publike lidhjen me bukuroshen Lotina Haziri dhe duket se ndjenjat mes tyre po bëhen gjithnjë më të forta. Edhe pse çifti nuk nguron të ndaj momente të ëmbla në rrjetet sociale, preshën vetë Muzik. Ai së fundmi ka bërë një deklaratë shumë romantike dhe spontane për dashurinë e tij. Gjatë një koncerti të mbajtur në Zvicër, reperi u pyet se çfarë e mban në formë dhe pa u menduar shumë, ai u përgjigj: "Dashuria asgjë tjetër, njeriu i dashuruar s'ka më mirë", tha ai duke qeshur. Kujtojmë që Muzik më parë ka qenë në një marrëdhënie me reperen Loredana, me të cilën ka edhe një vajzë, Hana. Olsi Byryku nuk po ka fare fat në dashuri. Këngëtari i njohur nga Shqipëria duket se ka dhënë fund romancës edhe me gazetaren Dena Dallura. Dyshe në fjalë nuk ndiqen më as në rrjetet sociale dhe shkas mund të jetë Egli Tako, shkruan Index Online. Duket se gazetarja nuk ka mundur të durojë faktin që Olsi përflitet aq shumë për lidhjen me artisten Egli Tako. Nga ana tjetër, kjo e fundit larg medias roz, por shijon romancën me gjestin. Motra e këngëtares së njohur, Encës, Windy Gjej, po edhe hapa të mëdha në karrierën e saj si opinioniste dhe moderatore. Windy shprehu interesimin e saj për të mësuar më shumë rreth përvojës së ata që kanë qenë në këtë reality show të njohur dhe se si përjetuan ata momentet e famës dhe virtualitetit. Gjatë bisedës, Windy tha: "Unë në fakt kisha një pyetje për ju që keni qenë pjesë e Big Brother, si ndihesh kur del dhe përjeton atë famë?" Kjo pyetje jo vetëm që nxiti reagime, por gjithashtu tregoi edhe se si ajo po mundohej të kuptonte thelbin e asaj përvoje, jo thjesht si një moderatore, por si dikush që mund të jetë pjesë e saj në të afërme. Me interesin gjithnjë në rritje të publikut për reality show-n dhe dobësinë e tyre në shoqërinë shqiptare, vendimi Windy Gjejt mund të shndërrohet në një moment kyç për karrierën e saj dhe një burim inspirimi për shumë të rinj që ëndërrojnë të bëhen pjesë e botës së argëtimit.